1 në 4 punonjës në botë është i ekspozuar ndaj rrezikut të rrezeve ultraviolet gjatë punës në diell, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se ekspozimi i zgjatur në rrezet e forta të diellit rrit me 60% rrezikun për kancer të lëkurës. Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, rreth 1.6 miliard të rritur përballen çdo ditë me rrezatim ultraviolet gjatë punës në ambiente të hapura, duke rritur rrezikun për zhvillimin e kancerit të lëkurës, jo melanom. Më të rrezikuarit janë persona që punojnë për orë të gjata në diell, si punëtorët e ndërtimit, bujqit, policët rrugor apo punonjës të tjerë në ambiente të jashtme. Kanceri i lëkurës i shkaktuar nga dielli rezulton më i përhapur tek meshkujt dhe personat mbi 55 vjeç. Të dhënat tregojnë se 1 deri në 3 vdekje nga kanceri i lëkurës lidhet me ekspozimin në diell gjatë punës, çka përkthehet në rreth 19.000 jetë të humbura çdo vit në nivel global. Mjekët rekomandojnë shmangjen e ekspozimit në orët me temperatura të larta, qëndrimin në hije, përdorimin e kremit mbrojtës, veshjen e rrobave mbrojtëse dhe kontrollet e rregullta për zbulimin e hershëm të kancerit të lëkurës.